A e blen dot pasuria e lumturinë? Kjo është pyetja që na ka munduar të gjithëve, apo jo? E po, sot do të kthehemi pas në kohë, në një histori të lashtë, për të parë se ç'ndodh kur një mbret jashtëzakonisht i pasur takon një filozof, po aq të urtë. Dhe pikërisht kjo pyetje e përjetshme është në zemër të një takimi thuajse legjendar, një përballje mes një mbreti të veshur me are pushtet dhe një filozof, pasuria e të cilit ishte thjesht mençuria. Hajde, le të bëjmë një udhtim. Destinacioni ynë, mbretëria madhështore e Lidis. Aty do të jemi dëshmitar të një bisede që do t'i rezistonte shekujve. Një bisedë mes dy burrash që e shihnin botën me sy krejtësisht të ndryshëm. Pra, ja ku i kemi dy personazhet tona kryesore. Në njërin cep kemi Krisuan, mbretin e Lidis, dhe kur themi pasur, e kam fjalën për një pasuri përrallore, aq sa edhe sot themi i pasur si Krisoa. E në cepin tjetër, Soloni i Athinas, jo mbret, jo general, por një ligjvënës i famshëm për mençurinë e tij. Për të, virtyti ishte shumë më i çmuar se çdo thesar. Tani, provoni ta imagjinoni pak skenën. Krisua sapo i ka bërë një xhiro Solonit në përdhomat e tesarit. Argjend, gur të çmuar, gjithçka që mund t'imagjinoni. Pastaj, me një buzëqeshje plot vetkënaqësi, i drejtohet dhe i bën pyetjen që i vlonte në mendje. Ishte i bindur, absolutisht i sigurt se dinte përgjigjen. Por, Soloni nuk impresionohej kollaj nga shkëlqimi. Dhe përgjigja që ai do të jepte, le të themi që do ta trondiste botën e sigurt të mbretit. Pra, kush ishte njeriu më i lumtur? Jo Krisua, as do një mbret tjetër. Për rabin totale të mbretit, Soloni përmend një emër që Krisua se kishte dëgjuar kurrë, Teli, një qytetar i thjesht nga Athina. Krisua me siguri mbeti pa fjalë. Po pse Telioni, mund të ketë pyetur, dhe këtu vjen thelbi gjithçkaje. Soloni shpjegon se lumturia e Telionit nuk ishte diçka që mund ta matej me para. Jo, ai kishte jetuar një jetë të ndershme, kishte rritur fëmijë dhe nipër të mbar dhe në fund kishte vdekur si hero, duke luftuar për vendin e tij. Kjo, sipas Solonit, ishte maja e lumturisë. Mirë, Krisua nuk u dorëzua. Tashmë i nervozuar, pyet sërish. Në rregull, po vendi i dytë, kujt i takon? Sigurisht, ende shpresonte të dëgjonte emrin e tij. Por, Soloni kishte ende surpriza. Dhe kështu, Soloni fillon të tregojë një tjetër histori, atë të dy vëllezërve, Kleobitit dhe Bitonit. Imagjinoni, nëna e tyre duhej të shkonte në një festë fetare, por qetët që tërhiqnin karrocën mungonin. Çfarë bën ata? U vën vetë në zgjedh dhe e tërhoqën nënën e tyre për kilometra të tëra. Një akt i pabesueshëm dashurie dhe përkushtimi. E dini cili ishte shpërblimi i tyre nga Perëndit? Jo pasuri, por një vdekje e paqët, në gjumë, në kulmin e nderit dhe respektit të gjithëve. E po, këtu Krisua si mbaroi durimi. I gjithë ari, i gjithë pushteti i tij, i gjithë prestizhi, dhe ky filozof i thjesht po i injoronte plotësisht. U ndje i fyer, i përçmuar dhe zemërimi i tij nuk u përmbajt dot më. Dhe pikërisht atëherë, i qetë përballë zemërimit të mbretit, Soloni thot fjalë që janë thelbi i gjithë kësaj historie. Fjalët që do ta ndiqnin kryzuan për gjithë jetën. Mos e quaj kurrë askënd të lumtur derisa të shohesh si i vjen fundi. Ishte një paralemrim i qartë. Fati o mbret është si rrota që rrotullohet. Por Krisua, i dehur nga pushteti dhe pasuria, thjesht nuk e kapi dot. Për të, këto ishin fjalë koti. Kështu që e përzuri Solonin nga pallati, i bindur më shumë se kurrë për lumturinë dhe fatin e tij të pathyeshëm. Por rrota e fatit, siç e dim, rrotullohet për të gjithë, edhe për mbretërit. Vitet kaluan dhe fjalët e atij filozofi të thjesht filluan të ktheheshin në një jehon o gurzez. Dhe pastaj, gjithçka filloi të shembej, njëra pas tjetrës. Së pari, një tragjedi e tmerrshme familjare humbet djalin e tij të dashur. Më pas, i mashtruar nga një profeci që e keq kuptoi, merr vendimin katastrofik për t'i shpallur luftë mbretit të fuqishëm pers, Kyrit. Rezultati? Një humbje totale. Mbretëria e tij pushtohet, thesaret e tij gabiten dhe ai vet përfundon në rob lufte, i dënuar të digjet i gjallë. Dhe ja ku jemi, në momentin final, kur gjithçka për të cilën kishte jetuar ishte zhdukur dhe flakët ishin gati ta përpinin, pikërisht atëherë, në prag të vdekjes, mbreti, më në fund,
I lidhur, I pafuqishëm, duke parë flakët që ngriheshin drejt tij, asnjë nga tesaret e tij nuk mund ta ndihmonte tani. Dhe në atë çast të fundit në mendjen e tij u shfaq fytyra e filozofit të urtë dhe fjalët e tij kumbuan. Në kulmin e dëshpërimit ai bërtiti 3 herë një thirrje që çaui ajrin: "O Solon, o Solon, o Solon." Kjo thirrje e çuditshme, kjo thirrje për një emër të panjohur i tërhoqi vëmendjen Kirit, mbretit fitimtar. Pse një mbret në gramat e vdekjes do thërriste këtë emër? Kureshtja e mundi, ai dha urdhër: "Shuani zjarrin, më sillni këtu këtë njeri." Dhe aty, para pushtuesit të tij, Kristua nuk ishte më mbreti arrogant. Ishte një njeri I thyer që më në fund kishte mësuar një leksion të hidhur. Ai I tregoi Kirit gjithçka, bisedën me Solonin, paralajmërimin e tij dhe se si e kishte kuptuar shumë vonë se askush nuk mund të quhet I lumtur derisa historia e jetës së tij të ketë përfunduar. Dhe këto fjalë e goditën Kirin thellë. Ai patë krisuar një pasqyrë të vetes. Edhe ai ishte një njeri, një mbret në kulmin e fuqisë së tij, por po aq I ekspozuar ndaj kthesave të fatit. I prekur nga kjo urtësi e fituar me aq dhimbje, ai bëri diçka të paimagjinueshme. Jo vetëm që ja fali jetën krisues, por e mbajti pranë vetes si një këshilltar të çmuar. Atëherë, çfarë na mëson kjo histori kaq e vjetër por kaq aktuale? Mësimi është I qartë dhe I fuqishëm. Lumturia e vërtet, ajo që I reziston kohës, nuk ka të bëjë me sasinë e arit që ke në thesar apo me madhësinë e mbretërisë tënde. Këto vijnë e shkojnë. Lumturia e vërtet matet me karakterin, me një jetë jetuar me nder dhe me dinjitetin me të cilin përballemi me fundin ton. Dhe kjo na sjell tek ne sot. Në një botë që shpesh na thot se vlera jon matet me pasurinë, me suksesin, me gjërat që zotrojmë, historia e krishtuarit na shtroni pyetje thelbësore. Si po e matim në jetën tonë? Me çfarë po e mbushim atë? A është diçka që mund të digjet në një turr druve apo diçka që mbetet, edhe pasi zjarri të jetë shuar?